Deklarata e liderit të ri suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, është pritur me skepticizëm nga mediat izraelite, të cilat theksojnë se mesazhi u transmetua pa ndonjë paraqitje publike apo video të liderit. Gazeta Jerusalem Post vëren se nga momenti i emërimit të tij nuk është publikuar asnjë paraqitje drejt për drejt e liderit të ri suprem. Sipas raportimeve të mediave izraelite, mesazhi u transmetua nga televizioni shtatëror iranian vetëm në formë teksti, pa pamje ose regjistrim të ri të Khamenei duke folur. Kjo ka nxitur spekulime për gjendjen e tij dhe për faktin se ai është realisht në gjendje të ushtrojë detyrën, po ashtu ka zëra se ai ka vdekur dhe Irani ka shpallur lider një fantazmë. Kjo për të mos demoralizuar popullin dhe për të çorientuar Izraelin, i cili ka shfaqur si synim eliminimin e tij. Ndërsa mediat britanike shkruanin sot se lideri i ri suprem është në gjendje kome, sipas The Sun, ai ka humbur dhe njërën këmbë. Megjithatë, në mesazhin me shkrim, Mojtaba Khamenei shfaqet i vendosur për të vazhduar linjën e ashpër të Teheranit në konfliktin aktual. Sipas mediave, ai ka dhënë udhëzim se ngushtica e Hormuzit të mbetet e mbyllur, një pikë strategjike për tregtinë globale të energjisë. Në të njëjtën kohë, Teherani ka paralajmëruar se sulmet në rajonin e Gjirit do të vazhdojnë derisa Shtetet e Bashkuara të mbyllin bazat e tyre ushtarake në rajon, duke rritur më tej tensionet në lindjen e mesme. Ndërkohë, situata në terren mbetet shumë e tensionuar. Gjatë ditës janë raportuar 5 sulme raketore iraniane ndaj Izraelit, ndërsa ushtria izraelite IDF ka njoftuar për kundërpërgjigje me goditje ndaj objektivave të Hezbollahut në Beirut. Në veri të Izraelit, në zonën e Kiryat Shmona, sirenat e alarmit janë aktivizuar për shkak të paralajmërimeve me sulme dhe dronëve, ndërsa përshkallëzimi i përplasjeve ushtarake vazhdon të mbajë rajonin në gjendje alarmi.